kosto politike për zotin Kurti, fakti që nuk po bëm betej për zotin Osmani. Sepse në një situatë të ngjashme, në 2021 ka bërë betej politike, duke thënë që ne kemi kandiduar për president dhe kryeministër, edhe kë rezultati duhet të realizohet. Tash, do të ketë kosto politike për zotin Kurti nëse nuk bën betej për zotin Osmani. Ka më mos vot interesant kjo punë me posa Arkuqi, Albin Kurti e vjusave qeve. Shumë interesant. Po, ta dëgjojmë mirë zonin Ejupi, ta dëgjojmë mirë zonin Ejupi, po. Pse, çka fiton zoti Kurti me zotin Osmani? Kur gjë bre? Kur gjë? Do më thonë, këtë dohet me i bo favor, se 2021 pa marrë parasysh e ka udhëheq listën. Thashe dhe ma heret, kemi thonë gjithmonë ka fitu shumë vota, për arsye se u konë Vjosa Osmani. Po, ti nuk munësh, mja unoj dashnis munësh kërkoj të doj. Njërës përbashkë i kanë, po i kanë tatuja njërës 51%, duni mja atribuj ka fitu Kurti, bre, nuk i ka fitu Vjosa Osmani. Po, bre, veçve se Vjosa Osmani. Ta dëgjoj një drenorin pasaj replika, po. Qka fiton zoti Kurti me Vjosa Osmani, veç ka udhëm një shto. Tatu Vjosën këtu Albina, du të me përnjë. A përshqipin që më të janë definu ata, se nuk është e tashme kjo përplasja Kurti Osmani. Du të me përnjë lënduar. Dy par argumentet e cilat na realisht duhet me i diskutu. Argumenti parë është që është plotësisht e vërtet që binumi Albini dhe Vjosa 2021 e kanë bërë ndryshimin e madh, jo veç Albini. Po është edhe një vërtet në 2025 që Albini pa ndihmën e Vjosës me bile me thonë drejtën edhe me disa divergjenca sepse kena pas gjatë rrugës edhe ftofje të raporteve, Albini i fitoi prap 51%. Prandaj në një anë ka shumë anhëngër quhen gjermanisht shqiptëmi quajta vartës ose mbështetës të mëdhaj që realisht e dojnë Albinin për shkak që është edhe Vjosa me ta. Kjo është një vërtetë e madhe. Nuk di çfarë domi ka me i bo vetëvendosur ata. Nuk e di çfarë. Nuk e di çfarë domi. Kam ju bo vetëvendosur nëse Vjosa del e çfarë fiton Albin Kurti që bëhet kjo.